Rusja, ai tjetër që apo A Selçova gjallë. Shumë përgatitur, kupton, se në armatim me metë. Që e farë me trelezi, me që tona ka gju? Që me dërbi? Planin operativ për thyrjen e kufirit e ka përgatit shtabi i brigadës në udhëheqjen e shefit të shtabit Agim Ramadanit, i cili disa ditë më parë e prezantoi së bashku me Saliçekun. Plani ishte mirë i përpiluar, i përmbledhur, duke cekur rëndësinë, drejtimet, pikat taktike që duhet në fazën e parë më marrë dhe për fazën e dytë ishin definuar të gjitha detyrat, udhëzimet për secilën njësi veç e veç. Thyrja e kufinit me urdhër të shtabit të përgjithshëm dhe të Ministrit të Mbrojtjes është bërë me datën 9 në ora 3:15 e mëngjesit. Jo vetëm Dugaqin, po në gjithë hapësirën e Kosovës, ku na ishim lidhje me zonat e tjera, ka qenë një moral shumë i lartë pas marrjes koshare, sidomos edhe pas dhënies së lajmit se kufiri u thy, se brigada 28 Agim Ramadani, ushtrisë shqiptare të Kosovës, filloi luftën frontale, drejt për drejt kundër pozicioneve të forcave serbe.